pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të vdekun e përcjellin deri te varrezat, familja e vet, pasuria e saj dhe veprat e mira që i ka bë. E familja kthehet në shtëpiat e veta, pasuria më ngelen këtë dynjë, e ajo e merr me veti vetëm veprën e mirë. Andaj pyetja që duhet mi parashtu përgjigje të gjithë ne, është se cilët janë veprat tona që na i kemi përgatitur për mi marrë me vete këtë moment kur krejt kanë me nalon. Askush me neve në vërë nuk ka me hi, dhe askush me neve afër vorit nuk ka me qëndru. Përgjigja është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë, janë veprat e mira të cilat na mund t'i bëjmë sot sa jemi gjallë. Ato i kemi mundësinë me i fitu sot, edhe shpërblimi i Allahut është i madh. Të dashur vëllezër, andaj ne kemi një porosi për gjithë ne që jemi këtu të pranishëm, që në momentin kur vim edhe përcjellim të vdekur në varrezat e tyre, ta bëjmë një këshill për veten tonë, edhe ato është me dy kaje. E para, të gjithë na të pendohemi për të kaluarën tonë. S'ka njeri që s'ka mangësi dhe gabime, ama elhamdulillah që ai që pendohet për një gabim është sikur se ai që s'e ka bërë atë gabim, si ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dyta, të japim një besë të re Allahu dhul xhelal, se tani ai tutje do jem besimtar i sinqert, do e përmbahem marrveshjes me ty me besnikrinë më të madhe të mundshme, sepse jeta është e shkurtë. Na sot jemi, nese nuk dihet kush për neve ka marrë të këto vora mu varros.